Mirëmbrëma të gjithëve. I nderuar kryetari i Partisë Socialiste, nderuar sekretar, themelues, antar, dashamirës. Mirë se erdhët në Parkun e Apollonisë. Mirë se erdhët në këtë mbrëmje të veçantë të kremtimit të 35 vjetorit të themelimit të Partisë Socialiste në qarkun e Fierit, në kryeqytetin e socialistëve, ndryshe nga çfarë thon vlonjatët. Zgjodhëm Apollonin, pavarësisht se vështirë për të arritur këtu, vështirë për të parkuar, pasi e nisëm me një grup të kufizuar, të ftuarish, por pastaj, si zakonisht, socialistët e Fierit, të Lushnjës, të Divjakës, Mallakastrës, Patosit, të Droskovecit, e kanë të pamundur që mos jenë aty kur është kryetari i partisë Edi Rama. E zgjodhëm Apollonin për një arsye shumë të rëndësishme. E zgjodhëm jo se është një nga parshet e antikitetit më të bukura që ka qarku jonë, por edhe për të dhënë një mesazh. Një mesazh për rrënjët. Njeriu nga natyra ka tendencën që të mendoj, të planifikoj, të ndërroj të ardhmen. Por, pa rrënjët, pa memorjet, pa kujtimet, pa të shkuarën, nuk ndërtohet dot një ardhme. Sot kemi ardhur në Apolloni, aty ku janë rrënjët e këtij vendit begat, por nga ana tjetër kemi ardhur këtu për të kujtuar të gjithë ata që vendosën në themelet e Partisë Socialiste të qarkut të Fierit, kontributin e tyre, sakrificat dhe gjithçka për të bërë të mundur këtë që jemi sot. Rruga ka qenë e vështirë, kemi dëgjuar gjatë këtij muaji të gjatë kremtimeve, histori, kujtime nga më të ndryshmet, dhe ndoshta ata që sot janë 30 vjeç, 25 vjeç, as nuk e konceptojnë se si ishte në 96-ën, në 94-ën, apo në 91-shin, të ishe antar i Partisë Socialiste. Se sa mund e djerës, sakrifica, kanë vënë në themelet e kësaj partie gjyshrit tuaj, prindrit tuaj, por padyshim, askush nuk e mohon edhe kontributin tuaj sot. Dhe unë krenarisht e them që qarku i Fierit, sidomos Fieri, Bashkia e Fierit, ka një rini të mrekullueshme, e cila ka kontribuar në fitoren e jashtëzakonshme të majit 2025, ku ne shkruam historinë e 12 mandateve. Megjithatë, unë sonte do desha që të falenderoja 3 miq të mirë të këtij qarku, ose ndryshe thënë edhe shumë të rëndësishëm për këtë qark. Desha të falenderoja Gramoz Ruçin për gjithçka ai ka bërë për Partinë Socialiste këtu, dhe t'ju përcjell përshëndetjet e tij më të mira dhe më të zjarrta sot që nuk mundet të ishte këtu. Gjithashtu dua të përshëndes Tauland Ballën, një mik tim të mirë, nga i cili ka marrë stafetën për drejtimin e këtij qarku. Dhe padyshim Erion Braçën, që ka shpenzuar këtu 3 mandate të gjata duke lënë një gjurmë të thellë politike në zonën e Divjakës. Nuk do zgjatem më, pasi sonte nderi, skena dhe gjithë vëmendja i përket themeluesve. Kështu që do të rrisja kolegen time, mikeshën time të mirë, Antoneta Dhimën, si veterania në radhët e deputetëve të grupit ton prej 12 deputetësh, e cila hap siparen e këtij kremtimi sonte. Gëzuar 35 vjetorin e themelimit të Partisë Socialiste. Gëzuar për të gjithë ata burra dhe gra, djemë dhe vajza që ndër vite kanë kontribuar me përkushtim, sakrificë dhe besim në këtë rrugtim të gjatë dhe shumë të vështirë.
Një falënderim dhe një mirënjohje e veçantë shkon për të gjitha gratë socialiste, të cilat kanë qenë gjithmonë në krye të çdo sfide, në krye të çdo beteje, jo vetëm për Fierin, por edhe për Shqipërinë. Me të njëjtat vlera, me të njëjtin vizion, do vijojmë përpara me Edi Ramën drejt një të ardhme më të mirë dhe europiane. Kam nderin dhe privilegjin të ftoj një mik shumë të çmuar, Kiço London, për të tërhequr certifikatën dhe medaljen me rastin e 35 vjetorit me motivacionin. Nderojmë me medaljen e artë të 35 vjetorit të Partisë Socialiste zotin Kiço Londo për kontributin e tij të shtuar në jetën kulturore, artistike dhe politike të vendit. Regjisor, drejtues institucionesh kulturore dhe një nga figurat më të njohura të teatrit shqiptar. Ai ka lënë gjurmë të rëndësishme në zhvillimin e artit skenik dhe promovimin e kulturës kombëtare. Njëkohësisht, si një ndër themeluesit e Partisë Socialiste dhe kontribues aktiv në strukturat e saj, që prej krijimit ka luajtur një rol të rëndësishëm në forcimin e vlerave dhe organizimin e të majtës shqiptare. Mirënjohje për përkushtimin, krijimtarinë dhe kontributin e vyer në zhvillimin e kulturës shqiptare dhe në konsolidimin e Partisë Socialiste ndër vite. Në këtë moshë, kur kthej kokën pas dhe përpiqem të kuptoj se si e kam shpenzuar jetën time, më rezulton se një pjesë jashtëzakonisht të rëndësishme ja kam kushtuar kësaj familje të madhe që sot mbush 35 vjet. Jam përpjekur që të jem vetvetja dhe të bëj më të mirën e mundshme. Natyrisht, e gjitha kjo ka kërkuar sakrifica, përpjekje edhe mundim shumë të madh. Por më duhet të pohoj sot se e gjithë përpjekja e sakrifica ime deri në ekstrem është jashtëzakonisht e vogël në raport me sakrificat e 10 mirëve socialistëve të këtij qarku. Të gjithë ata që kanë punuar me mua, dhe unë kam pasur rastin të shërbej, e din mirë që unë nuk prek gjëra të tilla. Por këto janë në dorën time sot, si përulje e thellë ndaj, më falni për emocionin, ndaj çdo sakrifice të madhe tuaj. Gëzuar 35 vjetorin, rroft Partia Socialiste. Faleminderit, e çmoj shumë. Faleminderit. Ftoj Petrit Malajn. Mirëmbrëma Qarku Fier, mirëmbrëma Lusha. Ftoj në skenë Teuta Koreshin. Partia Socialiste nderoj me medaljen e artë zonjën Teuta Koreshi për kontributin e veçantë në arsim, në administratën vendore, por edhe në jetën politike
të qytetit të Lushnjës, me një angazhim të gjatë, si një mësuse, si nën kryetare e Bashkisë Lushnje, si kryetare e Partisë Socialiste të Lushnjës, ajo ka një kontribut të veçuar në edukimin e brezave, në forcimin e strukturave të partisë dhe zhvillimin e komunitetit të Lushnjës. Mirënjohje dhe respekte për ju, zonja Koreshi. Ju faleminderit gjithëve, është shumë emocionuese sot të marrë këtë medalje. Kjo medalje është një nderim shumë i madh për mua, por gjithashtu një mirënjohje e thellë për të gjithë ata që më shoqëruan në këtë rrugtim. 35 vjet nuk janë thjesht numra, por janë histori njerëzore të jetuara me shumë pasion, me shumë frymëzim, me ide për t'i materializuar ato. Kur kthej kokën pas, shoh ngjarje të mëdha, më kujtohen ngjarje të mëdha, por edhe ngjarje të vogla që kanë shënuar jetën time. Si jemi njohur ne në Lushnjë me kryetarin e partisë, shokun Edi Rama, sapo kishte fituar mandatin e kryetarit partisë dhe vizitën e parë e bëri në një sallë të mbushur plot me gra dhe vajza. Ato ishin vajza të thjeshta, gra të thjeshta, nuk prisnin duartrokitje, por jetonin me pasion idetë e Partisë Socialiste. Dhe ashtu, me shumë pasion, me zemër që u ka rrau në çdo proces zgjedhor, me frymëzim që kanë zgjatur dorën për të ndihmuar këdo që është bashkuar forcës son politike, me zërin që nuk është dridhur kur pro forcës son politike, ato e kanë shoqëruar këtë rrugtim tim politik, bashkë me socialistët e tjerë në 4 mandate të Edi Ramës. E pra, historit nuk ndodhin për të shkruajtur, por shkruhen për të jetuar, sepse i kemi jetuar të gjithë së bashku. Dhe këto janë historitë e njerëzve të thjeshtë, të cilët bëjnë ngjarje të jashtëzakonshme. Ju faleminderit dhe me shumë përullësi mirënjohës të gjithë rrugtim politik. Ftoj Ramion Kurtin. Qyteti socialistëve. Ftoj të vinë në skenë zotin Sokrat Ikonomi. Në fest madhe për gjithë me socialistët, nderojmë me artë të 35 vjetorit zotin Sokrat Ikonomi për kontributin e tij të çmuar në arsim, në administratën publike dhe jetën politike të qarkut Fierit. Me një karrierë të gjatë në administratën shtetërore dhe në strukturat drejtuese të partisë, ai ka dhënë një kontribut të rëndësishëm për edukimin e brezave, forcimin e institucioneve publike dhe konsolidimin e organizimit politik në qarkun e Fierit. Mirënjohje për përkushtimin, integritetin dhe angazhimin e vazhdueshëm në shërbim të komunitetit, institucioneve dhe vlerave të Partisë Socialiste. Shumë faleminderit shoku Sokrat. Nuk dëgjoni me ato? Mirëmbrëma të gjithëve socialistëve të pranishëm në këtë veprimtari model që Partia Socialiste di t'i organizojë më së miri. Apollonia është bërë vendi ku herë mas here socialistët mlidhen dhe sidomos për përvjetorët e saj. Përvjetori 35 është ai që na mbush me krenari. Është ai që na tregon gjithat histori, përpjekje, mund, luftë dhe fitore të socialistëve. Fieri ka qenë një qendër shumë e rëndësishme e socialistëve. Po e përmend edhe unë, sepse na e kanë vendosur këtë epitet, kryeqyteti i socialistëve. E kemi merituar sepse kemi punuar. Dhe ajo që është bërë model në punën tonë, ka qenë se herë mbas here kemi shkuar atje ku ishin socialistët,
ku ishin shqetësimet, ku ishin hallet, duke ullur këm kryq me ta në shtëpinë e tyre, qoftë edhe në klub, apo edhe në arë duke punuar, ullur gjumë e të, qa ke për drejt, nëzirë të aty qese në vetë me vete, dhe mirim njëre këthen të ishishtë e dhallës, njëre ka që afer u kemi qëndruar atyre. Pikrisht, ky qëndrim ka bërë atë që ne, socialistët fjerak dhe kudo në teritorin e Republikës së Shqipërisë, kanë dalë fitimtar. Lavdi 35 vjetorit të themelimit partisë. Roftë të Partia Socialiste me Edi Ramën përfitore të reja, përpara. Ftoj Erio Milen. Mirëmbrëma të gjithëve dhe gëzuar 35 vjetorin të gjithë socialistëve, të vjetërve dhe sidomos atyre të rinj që vetëm shtohen. Kam nderin të ftoj zotin Barjam Gashi. Nderojmë zotin Gashi me medaljen e artë të 35 vjetorit në vlerësim të kontributit të tij të hyrë në arsim, jetën publike dhe forcimin e strukturave të Partisë Socialiste. Zoti Gashi është angazhuar prej dekadash në shërbim të komunitetit, ka dhënë një kontribut Përshëndetje të gjithëve, e në mbyrë të veçantë përshëndetje zoti kryeministër dhe të gjithë socialistët fjerak dhe më gjërë. 35 vjetë më parë një pyetje gjithnjë më mundonte. A do mundet Partia Socialiste ta bëjë Shqipërinë? Sepse gjithnjë kam qenë i bindur se vetëm dhe vetëm Partia Socialiste është e aftë, është e zonja, është e fuqishme që ta bëj Partinë Socialiste. Dhe ja ku jemi. Shqipëria është bërë më e bukur se kur. Nuk ka se si shpjegohet që 12 milion turist vinë në Shqipëri vitin që shkoj. Edhe më shumë të tjerë do të ketë tani. Gjithnjë në luftën dhe në përpjekjet tona me moshatarë tanë, me kolegët tanë, me shokët tanë, me bashkëpunëtorët tanë, sidomos në institucionin e prefektit, apo në drejtorinë arsimore, në shkolla dhe kudo, gjithmonë mendoja se socialistët janë ata që din të punojnë, janë ata që din të organizojnë, janë ata që din të ndërtojnë, janë ata që nuk shkatrojnë, nuk prishin, nuk rëndojnë, po vetëm punojnë për të mirën e shqiptarëve, për të mirën tonë, për të mirën e fëmijëve tanë. Roft Partia Socialiste, përpara përfitore të reja, suksese të mëtejshme. Roft kryeministri i Shqipërisë, lideri i Partisë Socialiste Edi Rama. Të gjithë tekstuam është që I kishte fjalët e shkurtra, por besoj që e dini që është fituesja më e madhe e zgjedhjeve të majit 25. Nga ana tjetër, janë të shumt burrat dhe gratë që kanë kontribuar gjatë këtyre 35 viteve. Janë të shumt ata që kanë vënë në themelet e Partisë Socialiste sakrificat e tyre, por disa prej tyre janë ndarë nga jeta, duke na lënë kujtimet e kohëve të vështira, kujtimet e bukura të kohëve të mira, por mbi të gjitha edhe trashëgiminë familjare të gjakut politik.
Dua të kujtoj këtu sonte dhe t'i respektoj me një duartrokitje Nikolaj Shnakën, Fadil Çepelen, Gëzim Dhimën, Rushon, Tahir Zelën. Por ato që unë do të kujtoja në këtë ditë shënuar për Partinë Socialiste, me medaljen e artë të 35 vjetorit pas vdekjes, duam të nderojmë Fatmir Xhintin për gjithë kontributin e tij, një nga figurat më të përkushtuara politike, i lindur në Fier në prill të 1960-s, mësues në profesion dhe më pas jurist me formim të lartë akademik, Fatmir Xhinti ja kushtoi jetën shërbimit ndaj komunitetit dhe angazhimit politik. Me mirënjohje të thellë për jetën e vënë në shërbim të njerëzve, për kontributin në forcimin e Partisë Socialiste dhe për trashëgimin e vyer që la pas, ftojmë të birin, një mik të mirë, Anduel Xhintin.